أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamd falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit kësaj gjësie. Përshëndetjet për zemërta I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij fisnike, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekë dhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Tema e sotit është një temë shumë e gjanë që me të vërtet me një ligjëratë si kjo nuk ka mundësi m'ia dhon hakun. Ka të bëj me Kur'anin, ka të bëj me një vlerë, me një fjalë që Allahu Dhul Gjelal e zbriti udhëzim për gjithë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Mirë po këtë me zbërthy në një mënyrë pak më të mirë dhe pak më të thjeshtë, po mundohemi nëpërmjet kësaj lutjes që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mësuar shokët e vet se si me u lut, se si me u drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithmonë të dashur vëllezër është e rrugës që të mësohen duat, lutjet që I ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të mësohemi nëpërmjet këtyre duave ta lusim edhe neve Allahun azza wa jall, se kjo është mënyra më e përshtatshme dhe ka shpresë shumë të madhe që Allahu Dhul Gjelal me pranu lutjen. Se kush din me u lut më mirë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po lutet në këtë mënyrë edhe po don me na tregu neve se kur të kemi ndonjë breng, ndonjë telashe, ndonjë hall, se si me u drejtu Allahut azza wa jall. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. O Zot jam, unë jam rob I joti, një njeri I thjesht. Me këtë fjalën në abduk, e ka qëllimin do me thonë me kallëzu të vetën që je një njeri I parëndësishëm, je një njeri I pavlerë kundrejt Allahut azza wa jall. Me një farë mënyrë tjetër, me përul vetën, me ul para Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe duke I tregu Allahut se unë jam veç një rob I joti, një rob I thjesht, një rob kur far vlerë heq. Po nuk jam veç rob, po jam edhe rob I një robit tënë, edhe një rob I një robreshës tane. Do me thonë krejt që ka kam të bëj unë rreth meje, baba, nana, krejt jemi rob thjesht kundrejt teje o Zot. Nasiyati bijedik. Tu tash fillon do me thonë, fillon tash halli, njëherë për ulja, tash halli, qenja ime, jeta ime, fati jem, është në dorën tonë o Zot. Nasiyati bijedik, madin fije hukmuk, vendimi yt për mu është I sakt. Edhe ata e pranojnë. Me këta Allahu pejgamberi alayhi salatu wasalam do më na tregu akiden, do më na tregu tauhidin, se subhanallah, kur I themi Allahut azza wa jall se ajo çka është caktim për mu, unë e pranoj. Me një fjalë tjetër, unë e pranoj kadan edhe kaderin o Zot, ashtu siç është e mundur, ashtu siç ti kërkon prej neve. Çka do që të ndodh mu, unë jam I pajtimit. Çfarë do lloj gjëje që ke caktuar për mua o Zot jam, unë jam I pajtimit. Kjo me një farë mënyre po tregon akide, po tregon tauhid, po tregon një shmëri me u drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë mënyrë që me I tregu se unë jam vetëm një rob që çdo sen që e bën ti për mua, unë jam hazër me pranu edhe nuk e kam dert. Pastaj adlun fije qadauk. Për çdo çështje këto caktimet që më vinë mu,
edhe që ti i cakton për mu, unë e di se jenë me të drejtë. Gjykimin që e bën për mu o Zot, e di se e bën me të drejtë, se ti je i drejtë dhe nuk ka mundësi që të ketë zullum prej teje. Se kështu e tha në hadithin kutsi, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kër e përmeni zullumin, çfarë tha? Inni harramtu dhulma aleje. Ja kum bo vetës tem, ala nefsi, do me thonë ja kum bo vetës tem haram, zullumin. Andaj gjdo sen, gjdo gjë që ti e cakton për mu, edhe e gjykon për mu, është e drejt edhe nuk ka dyshim, edhe unë jem i pajtimit për gjdo gjë që e cakton ti. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Tash po fillon mi u drejtu Allahut. Me këtë pjesë, çfarë po thuhet? As'aluka, po kërkoj prej teje o Zot. Po kërkoj prej teje me emrat e tu, të gjitha emrat e tu që i ki. Me këta po kuptojmë dy sene. E para, se kur dojna mi u drejtu Allahut Azza wa Jall, duhet mi u drejtu me emrat e tij. Duhet mi u drejtu Allahut Azza wa Jall me emrat e tij dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë ti drejtohet dikuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk lejohet. Nuk bën me bë tradit që me u betu ose me kërku diçka prej dikujt, vetëm edhe vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Sammayta bihi nafsak, me ata emra të cilët i ke quajt vetveten tane, au anzaltahu fi kitabik, ose që i ke zbrit në librin tënd. Au allamtahu ahadan min khalqik, ose ja ke mësu dikujt prej krijesave tua. E këtu dietar kanë thonë ka mundësi që Allahu Dhul Xhelal këta emra Allah ja ka mësu dikujt prej pejgamberve ose melaçeve. Me këto çfarë po kuptohet? Kuptohet të dashur vëllazën se Allahu Dhul Xhelal nuk i ka vetëm 99 emra që i ka përmend Allah pejgamberi sallallahu në hadith. Allahu i ka 99 emra, hadithi tjetër thotë Allah i ka 100 emra pa një. E që është kuptimi i 99 emrave. E kjo për na tregon se nuk është që Allahu Dhul Xhelal i ka vetëm 99 emra. Po ka dhe ma shumë. Pse? Se kur po thuhet atje, au anzaltahu fi kitabik, që e ke zbrit në librin tënd, ose ja ke mësu dikujt prej krijesave, ndonjë pejgamberi, ndonjë evlijaje, apo ndonjë melaçeje, apo diçka tjetër, kjo kupton se ka edhe emra tjerë, përveç këtyre 99 që na i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, ose ndoshta ato emra i ke rujt në vetveten tane dhe nuk ja ke tregu askujt tjetër, po i ki veç ti i din. Vetëm ti i din këta emra, kërkush nuk e din, as pejgamber, as melaçe, as njerëz, as kërkush, vetëm ti. Do me thonë, po betohemi, pjo drejtohemi Allahut me qëta emra, që nuk janë vetëm këta 99, po janë edhe emra tjerë, të cilët janë përmendur në ndonjë libër, ose i ke përmend, ja ke tregu ndonjë pejgamberi, ose ndonjë melaçe, ose ndonjë emër tjetër i të cilin e ke rujt ti edhe nuk ja ke tregu askujt, edhe nuk do ta merr vesh kërkush. Me këta po don mi u përgjëru Allahut. Me këta emra të bukur, me këta emra të këndshëm, se kur t'ju drejtosh Allahut Azza wa Jall me këta emra, Allahu Dhul Xhelal e pranon lutjen. Allah subhanahu wa taala e pranon lutjen. Tash llogarit e ti për shembull me shku te ai drejtori apo te ai ku ta diun ai tjetri, edhe tash ti me kërku diçka që shumë është me rëndësi. Çfarë bën? Mas pari ki me pa atë shkresën që ke shkru. A është e mirë, a është normal, a është me këshyrë ki me lexuar një 7 herë, 10 herë atë kërkesën me pa mos e ke bën ndonjë gabim gjuhësor ose mos e ke bën ai presin, ai pika, diçka e ke shkruar gabim, ki me kontrollu disa herë. Pse? Se është në pyetje një kërkesë e ndoshta pranohet. Krijesa për krijesën. Kurse kur është në pyetje për Allahun, për krijuesin, duhet hala ma shumë me bo. Duhet me shtu kërkesën hala ma shumë. Duhet me lyp të Allahu Gjelle Gjelaluhu hala ma shumë. Mja kërku këtë emrat,
Qoftë nevoja me qit atë letrën, nëse si dim emrat përmendsh të Allahut, me qit atë letrën aty dhe me ngrit dorët dhe me anis me lexo emrat të Allahut krejt, 99 që i dim. Nga një, subhanallah, edhe në fund pastaj me kërku atë çfarë po dojna. Es'aluka bi kulli ismin huwa lak. Po të drejtohem ty o Zot me këto emrat që ti i ki. Mas krejt kësaj po vjen tash kërkesa. An taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. O Zot, po drejtohem ty me këta emra të cilët ndoshta i ke shkruar me një libër e na se dim, ndoshta ja ke mësuar dikujt e na se dim, ndoshta i ki në gajbin ton që kur se dim përveç teje. Po të betohem çata emra o Zot, po të përgjerohem me çata emra o Zot, të ma bësh Kur'anin mu rabi'a qalbi, një pranver, të ma bësh qetësi për shpirtin tem. Kjo fjala rabi' që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Taymija rahmetullah alaihi ka thonë rabi' është sikurse ai uji që kërkohet për me ujit tokën. E ke po kur është ajo toka e thatë, edhe kur t'ja hedh ujin, subhanallah, mas disave e sheh që bima veç ka fillu me marr veten. Për shkak të ujit cilin je duke e ujit tokën. E aty e ke mbjell farën, po s'po bje shi kur gjë hiç ja ke hedh do ujë, edhe subhanallah fillon toka me u marr, me marr veten, edhe me pru frutin. Thët po kështu thët ka nevoj kur zemra e njeriut, kështu thët ka nevoj me ujit me Kur'an. Prandaj ka thonë, an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi, me ma ujit shpirtin, zemrën tem, o Zot me Kur'anin tem. Që t'jet ushqim, t'jet për shpirtin tem. Wa nura sadri, dhe t'jet ky Kur'ani dritë për gjoksin tem. Ky gjoksi jam nga njëherë ngushtohet o Zot, nga njëherë ka hallë ky gjoksi jam, nga njëherë ka derte, telashe, probleme, ma bët dritë o Zot. Ma bët dritë me këtë Kur'an, me këtë librin tanë. Pastaj çfarë kërkohet? Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Të mi largosh të gjitha mërzit që i kam o Zot prej meje, dhe gjithashtu të mi largosh ankthin, shqetësimet që i kam o Zot jam. Sa dua interesante është. Doja po fillohet duke kërku prej Allahut Azza wa Jall, duke nënçmu veten para Allahut, duke nënshtru veten tane para Allahut Azza wa Jall. Pastaj duke ja përmend Allahut emrat e tij, pastaj me kërku atë çfarë ty po të dhan. Ato që ka ti po e dënë me ta plotësu Allahu Gjelle Gjelalu. Ajo që ka është për me plotësu, është Kur'ani, që t'jetë dritë, t'jetë qetësi, t'jetë lumturi, t'jetë gëzim për zemrën e për shpirtin tem. A thu, pse s'ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam për namazin? Po e ka përmend Kur'anin. Të vetmi gjë të dashur vëllazën, në rruzullin tokso, ku du shka në përbot, ku të kish qef shka në përbot, krejt jenë gjërat krijume. Krejt jenë të krijume. I vetmi gjë që e kim dorën tonë, e që s'është i krijum, është Kur'ani. E me lidh zemrën me diçka që s'është e krijume, çka do me thonë? Është pjesë e Allahut Azza wa Jall. E këtë pjesën e Allahut Azza wa Jall, je ka e ushqen shpirtin tënë. Me këtë pjesë të Allahut Azza wa Jall, je ka e ujit zemrën tane, e që kjo ujitje për zemrën tane, ka me mbjedh lumturi në shpirtin tënë, zemrën tane, ka me mbjedh lumturin, gëzimin, edhe ti ke me kanë rahat. Pse Kur'ani, do me thonë, është fjala e Allahut Azza wa Jall? Për çfarë arsye? Për me largu mërzin, për me largu shqetësimet, për me largu ankthet prej shpirtit tem. Do me thonë, çfarë do lloj smuje shpirtnore që është, ose psiqike, i vetmi ilaç që e shërën
është Kur'ani. Wallahi shkon te psikologu, shkon të mytin me ilaçe. Lloj ilaçe tani bash i mvarrën për aty një ilaçe ose ato çdo ilaçe e merr e ka një prapavi. E këto ilaçet që e kanë atë prapavin e vet, tani ty të bojnë që mos me mujt me ilan kur këto ilaçe. Edhe derisa të vdes ki me kanë i vazhdueshëm duke i pi këto ilaçe. E Kur'ani është që ky ilaçi që sado që të jetë i vazhdueshëm, veç e kënaq shpirtin, e kënaq zemrën, e bën të lumtur zemrën edhe largohesh prej këtyne telasheve shpirtërore edhe psiqike. I vetmi ilaç është Kur'ani, subhanallah, që e shëron do me thonë zemrën edhe shpirtin. Se ashtu Allahu Gjelle Gjelaluhu e përmeni në Kur'an, kur tha do me thonë për punën e shërimit zemrës, që Allahu Dhul Gjelal e ka ba Kur'anin shifaun wa rahmeh lil mu'minin. E ka ba shërim edhe rahmet për besimtarët. E ka ba shërim edhe rahmet për besimtarët. Prandaj, kur ka dikush ndonjë breng, ashtu që ishte përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë brengën, këto hallet, këto mërzit, këto ankthet, atëherë drejtoje Kur'anit. Drejtoje Kur'anit edhe bëne Kur'anin burim të zemrës tane që kjo me njerë ka me ta shujt atë telashe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur po e përmend Kur'anin që me i shëru zemrat, atje me një hadith po e përmend edhe po thot men asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakannama hizat lahu ad-dunya. Nëse dikush prej juve është i sigurt në vendbanimin e tij, është i sigurt në shtëpinë e vet, është i sigurt me shku në xhami, është i sigurt me shku në dyqan, është i sigurt me dal dikun, kërkush nuk i pengon, ose nuk është në rrezik për me vrarë dikush. Pastaj, shëndetin e ka të mirë, nuk ka ndonjë smundje, nuk ka ndonjë telashe, edhe gjithashtu i mjafton ushqimin që e ka në shtëpi, i mjafton për qatë ditë që u qu prej gjumit, deri në akşam, le ta din se ai është sikur se ai personi i cili e ka krejt dunjon me veti. Do me thonë, e ka dunjon me veti. E na e bojmë gojle, e bojmë dert, e bojmë hall, nesra çka ka mu bo. Shtrajtohet atje buka, u bo buka 60 cent, u bo buka 70 cent, u bo 1 euro, edhe na kap stres, e dikon e kap edhe ankth. Kurse, dika që e kanë pyet prej dietarëve, i kanë thonë, po të njëjtën problem për bukën. I kanë thonë, a e din që buka u shtrajtu? Ka thonë, a u ndrru Zoti? Thot, jo, stafilla, Zoti është i njëjtë. E thot, nëse është Zoti i njëjtë, ai Zot i cili më ka ushqy, kur u kanë lirë, ka me më ushqy edhe kur shtrajtohet. Kjo është mbështetja që duhet me pas në Allahun Azza wa Jall. E kur të ki këtë bindje te Allahu subhanahu wa taala, atë hemmin, atë huznin, atë mërzin, atë ankthin, ai s'ka mundësi me gjetë vend zemrën tane, nuk mundet me gjetë vend. Por derisa ki ushqim për qatë ditë, je do me thonë rahat, nuk të pengon kërkush, nuk kin bela me kërkon, nuk kin do një farloj smuje, mos u mërzit. Se këto çështje i cakton Allahu Azza wa Jall. Sa atje çfarë tham? Madin fije hukmuk. Jëm me plot bindje, edhe do me thonë atë çështjen që e ke caktuar për mu, unë e besoj me plot me këtë zemrën. E nëse je prej atyne që me të vërtet e beson me këtë zemrën, atëherë pse me ndodh problemi në zemrën tone? Pse me ndodh shqetësimi në zemrën tone? Pse me ndodh ankthi në zemrën tone? Pse nuk jemi ka e ushqejna, nuk jemi ka i dhojmë atë që për kërkohet, e që është Kur'ani, që është leximi i Kur'anit, që është mësimi i Kur'anit. Prandaj Malik ibn Dinari, rahimahullah, po thot, o ju të cilët jeni duke mbajt Kur'anin, ju drejtohet hafuzave të Kur'anit, a e dini se ju, apo që shë thët, a i thët,
çka ju ka mbjell Kur'ani në zemrat e juve? A e dini se Kur'ani është ujë që e fladit zemrën, ashtu qysh e fladit shiu tokën. Malik ibn Dinari. Do me thonë, ju drejtohet njerëzve që e kanë mësu Kur'anin përmendsh. Prandaj, kur të mësohet Kur'ani përmendsh, nuk mësohet veç për me qit atje një emën hafiz. Se kë njani pak sa për humor, pak sa për relax. Dhe i keme shku, dhe i keme haqë njani, po aty në atë lagje, të dyqani i lagjës kishte bërgjë. Edhe kur shkon atje, thët, sa bërgjë kam që aty? Edhe ai shici gëzohet, thët, hajse mos po don me la borxhin. Thët, edhe e sheh aty, thët, vëllai pas ke një 50 euro, 70 euro, 100 euro, tash ku e diun e sa. Thët, qëre, thët, shkruje tash emrin Haxhi Filani, se e kam njet me shku në haxh. Do të thonë, nuk është njëti për me la borxhin, po tash për me bë emrin. Edhe këto, kur mësohet Kur'ani, mos të mësohet Kur'ani për emër. Mos të mësohet Kur'ani me memorizu Kur'anin për emër, që nesër ti me u quajt hafiz. Mos, se vallahi shumë shpejt ka marrë dhe ajo ditë, ashtu qysh ta ka dhënë Allahu Dhul Xhelal për me memorizu Kur'anin, ashtu dhe ka me ta marrë. Ta merr Allahu Azza wa Jall. E në qovë se ki për me fladit zemrën, për me ju afru Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu Dhul Xhelal ka me ta rujt Kur'anin zemrën tane, edhe çdo shqetësim që tenton për me hin zemrën tane, Kur'ani Allahu Dhul Xhelal ka me sjell diçka që ty me t'u largu ajo, a është gjeja më e bukur se sa me lexu Kur'anin. Në zemrën a ka mundësi dikush përveç Allahut Azza wa Jall që zemrat i din më mirë se sa shejtani. Nuk din dikush prej njerëzve që çka mundet me pasën në zemër. Shejtani e din. Prandaj ku i mbjell vezveset shejtani? Vezveset e shejtanit ku janë? A janë në kry? Apo në kama, në dora, në barka? Jo, në zemër janë. Krejt vezveset e shejtanit janë në zemër. Krejt vezveset aty i mbjell që ti me pas ankth, me pas telashe, me pas probleme, mi u largu sa ma larg, mi u largu Allah Azza wa Jall. Mirë po shërimi i vetëm prej krejt këtyne që shejtani tenton për me ta prish zemrën tane, është Kur'ani. Prandaj pequn pejgamberi alayhis salatu wasalam, Rabi', burim, knaqësi, lumturi, gëzim. Kështu pequn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me bë Kur'anin kësisojnë zemrat tona. E kur bëhet Kur'ani kësisojnë zemrat tona, nuk ka mundësi shejtani me bë sen atë zemër. Wallahi nuk ka mundësi sen me bë. Harroje që mund diçka shejtani me bë në zemrën tone. Pastaj në një hadith që është hadithi Hasan, po i njëjti këto që e citum, mas krejt saj që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë dritë për zemrën, mi largu brengat e kështu me radhë, thët illa adhhab Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Në qoftë se e ke bë që dua, edhe je i bindun se krejt këto që ai ke thonë Allahu Azza wa Jall, je i bindun. Je në caktimin e Allahut Azza wa Jall, e ki të sigurt që e beson tamam ç'ish duhet. Në drejtsinë e Allahut Azza wa Jall beson ashtu siç duhet, në emrat e Allahut Azza wa Jall gjithashtu, kërkesa që pi u bosh Allahut Azza wa Jall, je bindur që me vazhdu me këtë kërkesën, përveç se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith hasan që është plotësim i këtij hadithi që e përmendëm, Allahu Dhul Xhelal ka me t'i largu të gjitha brengat e tua, gjitha shqetësimet e tua, edhe jo vetëm me kaq, po ka me t'i zavendësu me gjërat bukra, me gjërat lumtura. Atë stresin që e ke pas, atë pengesën, atë ankthin që e ke pas ti, Allahu që të ankthin ka me ta kthy në lumturi, ka me ta kthy në kënaqësi. Nëse e ki sinqerisht këtë dua, nëse tamam edhe me zemër për e thu, se na kur vjen pyetje do me thonë se jenë disa rregullat sheriatit, po jenë edhe rregullat do me thonë që ndodhin në jetën e përditshme. To që ka janë tjetës përditshme nuk kena mundësi mi u ikë. Për shembull është vdekja, smuja, kështu me radhë, këtyne s'mundemi mi u ikë. Kur vjen momenti i vdekjes, aty s'ka shans mi ikë. E kur vjen këto të rregullat e sheriatit, këtu ka pak po qalojna. Për shembull vjen me fal namazin, valla po pritë, jo valla s'po moj, jo valla ashtu, jo kom e lujt futbol, ja ne jo kënej, subhanallah,
i gjen do arsye edhe të ik ndoshta namazi, me xhamas po flasum se ik shumë herë, po ndoshta edhe i krejt namazi. Ose vjen atje të agjerimi, jo vëllai, ku më udhtune, ku me punu, i kam punë të ranë sene, e prish agjerimin. Edhe këto i shkel këto norma. E kur të bën këtë dua, e mas kësaj duaje, prap fillon ti mi shkel këto, atëherë ti nuk je i sinqert me Allah. Nuk je ka kërkon Allah Azza wa Jall sinqerisht kërkesën tënde. Po e ki do me thonë vetë sa e ki atë telashën, me mujt me hek që të breng, edhe ne prap me vazhdu me ato telashet e mia, prap me vazhdu me ato gjinohet e mia. E nëse e ki me që të bindje, mos prit që për Allah dhul Gjelal të përgjigjet në lutjen tënde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka disa njerëz që Allahu dhul Gjelal, edhe pse e kanë lutjen e sinqert, Allahu nuk ja pranon. A e dini pse? Ju thot me laçeve, oj me laçet e mia, mos ja shkruni kërkesën, mos ja pranoni kërkesën edhe pak, se më pas ka marrë malli me ani zanin e robit tem. Motis të kokalut, motis ja kum një zanin këti robit tem, më pas ka marrë malli për zanin e ti. Prit edhe pak, mos ja pranë edhe pak, prit, të kënash nane me zanin ti. Allahu dhul Gjelal, krijuesit e jam. Kështu thët për zanin tanin edhe temin, nëse gjatë ka shku kohë, edhe neve nuk e kemi lutë Allah. Nuk kemi drejtu të Allah subhanahu wa ta'ala. Po kur jemi anë ngusht, e kemi po që rrugë tjetër s'po ka, o zët që i durt, atër Allah e merë malli Allah. Edhe pse është e sinqert kjo lutje, prap Allah e vënën. Pse e ka marrë malli, po dhe mu knash pak me zanin tënë. Subhanallah. Uthmani radiallahu ta'ala anhu, po thët kur zemrat jenë të pastra, lau enne qulubuna tahurat ma shabi'at min kalamillah. Si kur zemrat tonat ishin të pastra, mos ishin me gjunahe. Është fjala me gjunahet mëdha, vëllazë, se për gjunahet vogla s'ke mundësi mi u ik. Po një pendim, një istigfar i fshin. Namazi, pej namazi, te namazi tjetër, të të voglat i fshin. Po mos me pas gjunahet mëdha. Edhe këto të mëdha nëse veç i kem shpejt, me njëherë, me ungut, me lut Allahun Azza wa Jall edhe me nahjek. E qështu pastërhohet zemra. E çfarë po thot Uthmani radiallahu ta'ala anhu, po thot si kur zemrat tonat ishin të pastra, për këtyre gjunaheve, kur nuk do të mundemi me ungop me fjalën e Allahut. Kur s'kishim mujt me ungop. Ishim kënaq ty i lexu, ishim kënaq ty mësu Kur'anin e ty përsërit e ty edhe rrugës. Ty ecë rrugës për në xhami ose kudo për në shkollë ose në fakultet atje, ishim kënaq duke recitu Kur'anin, sikur ti kishim pas zemrat e shnosha pa gjunahe. Po këto na u kanë mush me gjunahe për fat keq, prandaj edhe prej Kur'anit jemi larg. Po para mendë subhanallahu me pas prej atyre që falin namazin që sa vjet, edhe subhanallahu mos me ditë leximin e Kur'anit. A nuk është marrë për ata djemë tri, që subhanallahu që sa vjet falin namaz dhe Kur'an mos me ditë me lexu? Marrë është për ata djemë tri që kanë fillu me fal namazin që 1 vjet ose 2 vjet ose ma shumë, edhe mos me ditë me mësu Kur'anin përmendsh. Kjo është marrë. Kurse kjo tjetra, a ka diçka ma shumë se marrë mos me ditë me lexu Kur'an? Nëse ka diçka ma shumë se marrë, është që kjo. Mos me ditë me lexu hiç. Që kjo është hala ma shumë. Që sa vjetë Allah ta ka mundësu me falë ti namaz edhe halati s'di me lexu fjallën e Allahut, halati subhanallah nuk ke mujt me qelë Kur'anin edhe mi thonë të lexoj librin e Allahut, subhanallah. Këtë fjallë të cilin e përmendëm edhe thamë se është e krijume, i vetmi sen që është në dorën tem, e që s'është i krijuar, se ndashta thash i krijuar, që s'është i krijuar, i vetmi, e po këtë të vetmin nuk jenë gjendje me mësu, po këtë të vetmin nuk jenë gjendje me memorizu, a nuk është marrë për neve? A në qovë se kërkohet prej neve, me bon do një pun, po ka shpërblim, ka pare të mdoja, pashallah natën e ditën si shumë nalë, deri sa e këshëm qut deri në fund atë farpune. Se ka shpërblim të madh, ka miliona nështë ta. Po milionat i ki mërë vëlla që edhe këtu.
Cila është surja më e shkurtër në Kur'an? A dini? Kauthar. Inna a'tayna. A dini sa shkronja i ka? Nëse se ngatroj 40 deri në 50 shkronja janë. A dini sa shpërblimi është për kësaj surës që i ka 40 shkronja? 400 sevape. 400 sevape i ki veç për a'taynas. Po ku është Elhami? Ku është surja Bekare? Ku janë tjera të Allah, subhanallah? Veç inna a'tayna që krejt dënjoja, nashta edhe qafira, dikush për qafira, Buvakia e din këtë sure. Se është e shkurt. 40 deri në 50 që aty dikon janë numri i shkronjave. Ama qëre shpërblimin çfarë Allah azza wa jall ta jep ty. Edhe prap subhanallah mos me kam për atyne që me mësu Kur'anin, mos me lexu Kur'anin, subhanallah. Para nësi kur ta kishëm bë një tradit, a i kemi 5 vaktet gjatë ditës. Çdo ditë, para ose mas namazit, mi lexu ka 4 faqe. Në fund ditës e lexum një gjuz. A pi vjen çashtu ajo? Në fund ditës e lexum një gjuz. Po tash kur mësohesh, kur bëhet kjo tani tradit e shpirtit tën, wallahi na dit edhe nëse je i smut, pa shat madhin zot s'ki me mujt me lan. Wallahi kimi ja kërku dikujt të familjes mi thon hajde nëse s'munësh me lexu, hajde thu dhe lexomi çto faqe se sun po bëhen rahat. Një dietare përmend edhe thot e kum bëthë këtë tradit që gjatë mrena javës me bë hatmen për 7 ditë. Thot një herë thot çam ndodhi. Thot se në të premten, do me thonë natën e të premtës, do me thonë tajtën, për me shku të premtën, se qysh me thonë, thot e kum pas tradit para se me lind dielli i ditës të premtët gjumas, unë me kry hatmen. Edhe tash të premtja kur vjen me fillu hatmen tjetër. Thot një ditë ndodhi, thot kishëm pak do punë ku ta diun, thot edhe subhanallah më kanë met afërsisht 7 deri në 10 gjuza në ditën e ajte pa i lexu. Edhe kur e kum pas është akshami, edhe kum mendu unë se hala se kum kry hatmen, edhe thot unë tash ai po thot me veten e vet. Thot unë tash kum i hin hak ditës premte. Me këto që ka kundash mu kry në javën e kalume, do me thonë tajten, edhe çfarë thot? Thot wallahi nuk kam bë gjumë deri sa kalin dielli, e kam fal sabahun, deri sa kalin dielli, edhe i kum lexu 10 gjuza. Që mos me ju hin hak ditëve tjera, se në ditët e tjera kam me lexu pjesë tjera të Kuranit. E shifni kur të ushqen zemrën me Kur'an, e shifni edhe çfarë ndodh me ty. Wallahi edhe gjumin ki me prish. Wallahi edhe gjumi ka mu prish, edhe se ki gale hiqës flan, hiq gjatë ditës, se nesër ndoshta ki me shku në punë, hiq gale se ki. Se e ke bo tradit që Kur'ani me u përfundu mrena javës, edhe ka marrë fund. E tash nëse lexohet 4 faqe mas çdo namazi, i thojnë mrena dite me lexu një gjuz. Në fund të mujit, çka bëhet? U bë hatmja. Po tash nëse bëhet kjo rutinë shpirtnore, ti kimi a lyp vetës tani 4 faqe para namazit, 4 mas namazit. Edhe çfarë ndodh? Për gjysmuje, për 15 ditë e bën e hatme. Se zemra, shpirti e lyp. Prandaj që shtojnë dietarët, nëse shpirtin, zemrën nuk e mush me gjona të hajrit, zemra ka me ta lyp të keqen. Nëse nuk e mush me gjona të bereqetshme, ka me ta lyp ato që është e poshtër e keqe. E në dytë, se zemra dën ushqim, qysh dën ushqim trupi, edhe shpirti dhe zemra dën ushqim. E tani nëse si ja jep ushqimin e halalit, ai ka me ta hangër tani të haramit. Ai ka më ushqy tani me haram. E kur ti ushqen me këtë lexim të Kur'anit, andaj këtë ankthën që po e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, nuk ka me mujt me gjetë vend zemrën tonë, o vllavja. A ke pati në herë që shokët e pejgamberit alaihi salam kanë pas ankth? A ke lexu dikun o vllah, keni ndaj kun penaj hoxhe, penaj dietare, a ke lexu ndaj tabi'i ose tabi'i që ka pas dikush ankth, që ka pas dikush stres? Jo vëllai, si ju kanë drejtu Kur'anit, se ka po vetën që po anën, ju ka drejtu me njerë Kur'anit. Ankthi, ose hemmun që i thonë gjuhën arabe, është për diçka që ka me ndodhë. Për shembull, ti
dokumentat i ke dorëzu ku ta diun në filën vendin që po dën me u punsu edhe tash ty të kap stres, ankth të kap, a ka mu pranu në s'ka mu pranu. Po nuk është në dorën tonë, o Allah, pse e lodh ti vetën? Pse e mërzit ti vetën kaq shumë? Ai nuk është në dorën tonë, a e ke kryti obligimin tën po. Leja Allahut azza wa jalla. Leja se tash ai e vendos për ty se çka është edhe çka s'është. Nëse nuk ka vendos ashtu qysh ti po dën, falenderoj Allahun azza wa jalla. Një dietar thot, e kam falenderu Allahun azza wa jalla, edhe jam gëzu ma shumë kur Allahu dhul xhelal nuk ma ka pranu lutjen, se sa atëherë kur ma ka pranu lutjen. E dini pse? Thët kur ma ka pranu lutjen, nuk e di a ma ka pranu pse jem njeri i mirë, burri i mirë, apo Allah po do me nësprovu me atë vepër, me atë mirë. Kur s'ma ka pranu duan lutjen, atëherë e kum ditë se nuk u konë të mirë tem, dobin tem su konë, edhe i kum thonë Allah, o Zot, elhamdulillah që s'ma ke pranu. Se e kum ditë që ai nuk u konë e mirë për mu. Ka dhe kështu, a na mërzitmi, na kop stres, na kop subhanallah depresion, Allah shkojnë në depresion kur e shohim që një diçka s'po na realizohet. Jo, mos e lodh veten. E për mos me lodh veten është që ky Kur'ani që i shnosh zemrat. E për me shnosh zemrat ky Kur'ani duhet me dasht Kur'anin. Duhet me kon i und për Kur'anin. Kur e kiti një shok të mirë, të ngushtë, je në gjendje krej sekrete, çka i ki mja dhon, mi kallzu. Pse ki besim të ai? Po, ai ka mundësi me pas rezervat e ti. Po ti qaq shumë e don, je në gjendje krejt mja dhon. Që qështu Allah, Kur'ani, po në këtë mënyrë ty të don, kur ti i vazhdueshëm lexim. Kur ti i vazhdueshëm lexim, po kështu ka me të dasht, ka me të mbrojt me lejen e Allahut, ka me të rujt prej zjarrit xhehenamit me lejen e Allahut, ka me të rujt në atë momentin kur subhanallah ti mas shumë ti ki nevojë për diçka që ky Kur'ani ka më të bë sebeb për me të rujt Allahu azza wa jall. Ha, veç këtë fjalë po thoma na, ngjone çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Yaji'ul Qur'an yawm al-qiyamah fa yaqul." Ditën e kiametit ka me ardh Kur'ani për Allahut azza wa jall, edhe ka mi thon Allahut. Dëgjoni Kur'ani çfarë po thot. Ja Rabb, hallihi fa yalbis taj al-karama. O Zot, veshe këtë rob me petkun e krenaris, me petkun e nderit, o Zot, veshja. Kur'ani ka mi thonë Allahut, edhe Allah thët veshe. Kush po ndërmjetësën? Fjala Allahut. Kështu ka mi thonë Allahut, qysh është, a ka me kanë fund njerit, mos i lodhni truta nina, mos i lodhni menën, lodhni këto biseda që ka mu bë mes Kur'anit edhe Allahut. Për kënë? Për ty. Për ty, për mu, për musliman që e lexojnë Kur'anin, që e memorizojnë Kur'anin. Çfarë thot? O Zot, veshja petkun e nderit. I thot veshe. Pastaj thot, o Zot, shtoja të mirat këtina. Allahu jep urdhën edhe shtohen të mirat. O Zot, veshja kurorën e nderit. Allahu dhul xhelal urdhëron edhe për më uvnu kurora e nderit. Jo të veç rrobat, po tash edhe kurora. Edhe më ushtu mirësit. Pastaj çfarë thot? O Zot, bëhu i kënaqur me ta. La hawla wala quwata illa billah. Këto vllazën subhanallahu Kur'ani Allah pi thot. O Zot, bëhu i kënaqur me robën tan. Edhe Allah ka më bëj kënaqur me robën e vet. Tash për mi kallëzu robit vet, Allah dhul xhelal për me të kallëzu ty që është i kënaqur me ty, çfarë thot? O rob, jam thot hin në xhenet. Edhe fillon me lexu Kur'anin derisa ta përfundon Kur'anin çati jashtë. Edhe subhanallahu para tash ti lexu Kur'anin, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Lexoni ka dalë, mos e lexoni shpejt. Lexoni ka dalë se tani më rrinin Firdaus atje nat. Edhe kur të thoni atje kul a'udhu bi rabbin nas, çan ndodh? Ti veç e pa veten atje në Firdaus. E kryte, edhe Allah thot që të është dhanet.
Kush pe bën këtë ndërmjetësim vëllai jam? Kur'ani pe bën. Kush pe bën këtë mirësi? Fjala Allahut. E dini ditën e kiametit, para kiametit, do me thonë, para se mu bë kiameti, çfarë ndodh me Kur'anin? Ka mu zhdu Kur'ani. Prej sheve të kiametit është që Kur'ani s'ka shans me lexu njeri gjallë. E merr Kur'anin e qel, këtë bardh. S'ka ma. S'lexohet kurrë. E merr atë Kur'anin tjetër se nashta ata është, kur të qel, këtë bardh. S'ka ma. Njerëzit kanë me kërku me lexu, po s'ka Kur'an. E ku është Kur'ani? Është në ato kokat cilat e kanë mësu për menç. Vetëm aty është. Me lexu s'ka ma. Zhdukët. Me urdhën e Allahut Azza wa Jalla. Pisheve të kiametit është kjo. Zhdukët. E tash, subhanallah, kaq mirësi të madhe Kur'ani, sa që shifesin ndërmjesën të Allahu, edhe çka ti thot Kur'ani Allahut, Allahu e pranon. Nuk është veç me kaq. Po për me nderu Allahu Dhul Gjelal, për me nderu robin e vetë, sa atje çfarë thamë? Unë jem robit dhe robi i robit tën, edhe robi i robreshës tane. Tash Allahu Dhul Gjelal, çfarë po bën? Për me të nderu ty, o vëllav jam i dashur. Për me të nderu ty, po ti nderon edhe prindët tu. Allahu Dhul Gjelal, për ja u vënën kurorën kokat e prindërve tonë, edhe për ja u vesh petkun e nderit, krenaris, për ja u vesh, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo kurora që vendoset në kokat e prindërve, ka me bë dritë më shumë se sa drita e diellit kur është që nxen më shumti. Dritën hala më të madhe ka me pas, kurorën kokën e prindërve tonë. E mos më mundsu prindërve tonë këto. Mos e bë për hatër të prindërve, bëne për hir të Allahut Azza wa Jall. Allahu ka me ta plotsu edhe ty, edhe ka me nderu edhe prindët tu. Iqra'ul Kur'an. Kështu po thot pejgamberi, lexoni Kur'anin. Asa ai do të bëhet shafi', do të bëhet ndërmjetësues në ditën e kiametit për Allahut Azza wa Jall. E shifë se çfarë ndërmjetësimi e bën Kur'ani. Pastaj, për Kur'anin, ata që e lexojnë e memorizojnë Kur'anin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: Inna lillahi ahlina minan nas. Allahu Jalla Jalaluhu i ka disa njerëz të zgjedhur. I ka të veçantë. Edhe kanë pyet kush janë këta o i dërguami i Allahut? Qalu man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu. Ata janë ata të cilët e memorizojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin, këta janë të veçumit e Allahut Azza wa Jall, këta janë të veçumit e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Për shkak Kur'anit që ti e mëson, Allahu po të veçon. Edhe po të çon ehl prej të dashurve të ti. Se kjo fjala ehl, në gjuhën me përkthy bashkë fjalë për fjalë, i bjen si familje. Në një mënyrë familje Allahut, po Allahu s'ka familje, normal. E çfarë ka? Ka evlia, ka njerëz të ndershëm që i ka afër vetes. Kështu ki me kanë, kësi pozite e ki të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nëse i vazhdueshëm me leximin e Kur'anit, me mësimin e Kur'anit. Pastaj, duhet me pas parasysh se qysh e përmenën për surën Kauthar. Gjithmonë kur fillon ti me lexu Kur'anin, mojen mend diçka. Sa shkronja që i lexon, veç bën një herë 10. Qysh thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nuk po them që alif lam mim është një shkronjë, po them elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë, mimi është një shkronjë, e që i thojnë 30 sevape. 30. Do më thonë, çdo shkronjë Kur'anit që ti e lexon, a e pesurja më e shkurt e Kur'anit, 40 deri në 50 shkronja, 400 deri në 500 shpërblime, sevape. Po paramendoj tash sura të tjera më janë prej fillimit. O subhanallahu. Ti veç llogarite, a janë 114 sure? Herë 10 sa bojnë? Sa po bojnë? Ha? 1140. A nuk po të mjaftojnë 1140? Ja, Allah, po thot, s'po dëmë t'i lanë veç i kaq.
Se Allah ka mujt për një sure me t'i dhënë 10 sevape. Ja. Allah po thot për një shkronjë. Do të thonë që ty sa më shumë me të ngrit. E sa më shumë që lexon, çaq më shumë të rritet kjo shkalla, do të thonë, ose vlera jote te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, ndoshta edhe e fundit, sa i përket kënaqësisë që qysh duhet ti me kanë afër Kur'anit, duhet me shiju Kur'anin Allah. Shijoje be kënaqo me Kur'anin. Qysh mu kënaq? Bishr ibn Hafij, rahmetullah alej, po thot, shembulli i Kur'anit është sikur se shembulli i hurmës. Ka njëherë njeri e han hurmën edhe kur s'është unt. E han hurmën veç hajt, e ka po që të do hurmën hajt e han. Nuk është që e knaq apo diçka, po veç hajt e han. Ka njëherë po hajnë kreq aty hurma, as nuk është i uritun, as s'ka nevoj, po hajt e han edhe tjetrin. S'nim na falezeti. Po kur është i unt, çka thuti? O Zot, edhe bërthamën është në gjendje me hangur që e knaq krejt. Shpirtin ja knaq. Dhe që qështu thët është Kur'ani. Ka njëherë lexohet Kur'ani, po s'therë në zemër. E duke vazhdu, duke kanë, do me thonë, i vazhdu shumë lexim Kur'anit, ajo tani zemra bëhet e und për Kur'anin. E kur bëhet zemra e und për Kur'anin, atëherë ty të shijon, të kënaq. E tash kur të kënaq, i arrin që të shkallë qish po i përmend, subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka raste të dashur vllazën, aty në studime kur jemi ka raste që kemi pas vllazën që kanë ardhur prej vendeve të ndryshme që e kanë pranuar Islamin. Unë shumë jam kanë interesuar me vet, thuja të gjithë që kanë qenë aty që jemi kanë bashk, të gjithë i kanë pyet shkakun pse e ka pranuar Islamin. A e dini që shumica prej tyre më kanë thonë, e kum lexuar një ajet edhe më ka thirrë në zemër. U bë shkak një ajet i Kur'anit, u bë shkak, e ka thirrë në shpirt se që aty e ka posa i dhimbtën, edhe aty ja ka thënë Allah azza wa jall. Omeri radiallahu anhu, çuçi pranoi Islamin? A shkaje për me vra pejgamberin alayhis salatu wassalam. Mirë po kthy musliman. Pse? E lexoj vëlla, e therri libri i Allahut, e therri fjala e Allahut, ja therri zemrën. A tha ja ka dalë se kjo, po dash ka me lënë që tu. Edhe u bë musliman. Pastaj Fudali ibn Ayadi, qysh u bë musliman? A dini çka u kanë ai? A dini historinë e tij as e dini? Ai ka qenë kriminal. Ai ka qenë, do të thonë, këtë gjuhën, këtë gjuhën e rrugës, rrugaq. I ka nal njerëzit në rrugë, ja u ka marrë pasunit. Se ka pos, dërt aja apelen keq ajo, gole se ka pos. Aja ka pos ekipin e vetë. Edhe thët, subhanallah, thët një ditë prej ditëve, më pëlqej thët një vajzë. Edhe për cila thët ku po shkon. Edhe kur e pash se cila është shtëpia e saj, thët tentova thët me hy se Fudalit ju kanë tut Allah, se u kanë kriminal, ju kanë tut njerëzit. Edhe subhanallah thët e pash se ku e ka shtëpinë, edhe tentova me hi të shtëpia e saj edhe me përdhonu. Se më la përshtypje shumë. Thët po, ndodhi ajo çka ishte më e mirë edhe më e dobishme për mua. Çfarë ndodhi? Thët duke i kalu 2-3 mure të shtëpiave për me shku te shtëpia e asaj çikës, thët subhanallah, njani ishte në pikë natës. Njani ishte atje duke e lexu Kur'anin. Edhe ishte duke e lexu ajetin surën Hadid, Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. A nuk ardh koha për muslimant që zemrat e tyre t'i kthehen Allahut e t'i mbushin me dhikr, t'i mbushin me përkujtim ndaj Allahut. A nuk ardh koha? Thët Ajadi, thët wallahi, kur e kom lexu, kur e kom dëgju këtë ajet, wallahi mu ka dok që Allahu direkt mu ma ka zbrit që ajet. Edhe thët qysh kesh duke kalu murin për me kalu të shtëpia saj vajzës, jëm kthy mrapsht, jëm shku të shtëpia, kom marr gusl, jëm pastru, edhe jëm shku në xhamin e afërt aty që njerëzit kur më kanë pa jën trishtu. Fudajli hini në xhami, haj me dhe që apëdoj kam në gjithë tash.
Mirë po, kur jam ul aty dhe ku më ra sejdë, nuk kam mujt me u qu prej sejdës duke kajt. Duke i mendu gjinohet, e ato krime që i ka bo, e që i ka morë në qaf njerëzit. Mirë po e shef, një ajet i Kur'anit e ka prejkë në zemër atje. Edhe subhanallah, ju ka këthy Allahot. Kurse na sot e përmenim Fudailin, e përmenim për gjanat bukra, për gjanat mira, për fjalë të ëmbla që i kalon, subhanallah. Prej një kriminali, një kaqbur të madha, po që ky Kur'ani ketë ndryshon, 180 shkallë të ndryshon. Komplet zemrë të ndryshon, ta bën paqt, si bora. Kajmak ketë ta bën zemrë, të kënaq krejt. Prandaj, çdo njani prej neve që e ushqejmë këtë zemër me Kur'an, Allahu Dhul Gjelal ka me pranu atë brengë cilën neve ja lypëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj qysh e thamë edhe më nalt, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dhe nuk e kemi zbrit këtë Kur'an tjetër vetëm se shefat, do me thonë shërim edhe rahmet për besimtar, kurse për zullumqart ka me pas dënim të dëmshëm. Edhe humbje të madhe për ta. Allahu Dhul Gjelal çfarë po thot? Wa man asdaqu min Allahi haditha. A ka ndonjë fjalë më të bukur se sa fjala e Allahut azza wa jall? Dallimi mes fjalës, që kanë thonë dietar, dallimi mes fjalës të Allahut edhe fjalës njerëzve është sikur se dallimi mes Allahut azza wa jall edhe njerëzve. A ka mundësi më bën një njeri me thonë me dallu veten me thonë unë si Zoti jam, eudhu billah, a ka mundësi? Po kështu është me fjalën e Allahut azza wa jall edhe me fjalën e njerëzve. Fjala e njerëzve ka thonë filan njeri, po ja ka thonë s'ka problem, ne respektojmë, po kur është në pyetje fjala e Allahut ajo bjen ujë më një herë, as që na intereson ajo fjalë hiç. E kjo kur bëhet ky iman kështu, kjo bindje kur bëhet? Kur ushqehet shpirti yt, zemra jote me Kur'an. Andaj çdo gjë tjetër duket kurrgjë, pa kur far vlere. Kur far vlere hiç. Pastaj gjithashtu Allahu subhanahu wa taala po thot: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Allahu Dhul Gjelal e zbriti fjalën më të bukur. E këta e formojnë në një libër, në Kur'an. E prej kësajna do me thonë, në këtë Kur'an, ka fjalë që Allahu Dhul Gjelal i kanë gjasu njëna tjetërës edhe disa prej tyne edhe i ka përsërit. Për me kanë në kujtesën tonë. Prej kësajna dridhet zemra e besimtarit edhe lëkura e ti, po kur të e lexon këtë Kur'an, qetësohet edhe lëkura, qetësohet edhe zemra besimtarit. Allahu Dhul Gjelal e ka bosi udhëzim për gjithë njerëzimin, me të e udhëzon kanë të dën dhe e qënë në humbje këtë do. Elhamdulillah, e kënojnë në elhamdulillah në gjithë namaz. Shife fillimi elhamit që është. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Me falëndëru Allah në zëvëgjel krijuesin e gjithë botrave. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pja përmenëm emrat, si këtë duaja, es'aluke bi kulli ismin huwa lak. Edhe këtu, Ar-Rahman Ar-Rahim, pja përmenëm emrat. Maliki Yawmiddin, tash pe kallëzoj madhnin e Allahut, është zotërus, Zoti i ditës të kiametit. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Na veç ti të adhurojmë Allah, edhe veç për te e ndihmën e kërkojna. S'na një interesën për kërkon heq. Tash po vjen kërkesa. Ihdina sirata al-mustaqim. Udhëzona o Zot në rrugën tonë, rrugën e vërtetë. Sirata alladhina an'amta alehim, në atë rrugën të cilët ju ke dhënë mirësi. Ghayril maghdubi alehim waladdallin. E jo në atë rrugën të cilët i ke humbur edhe je i mërzitshëm ndaj tyne. Je i dhënë prej tyne dhe jenë dalalet. Kështu Allahut pi kërkon në surën Fatiha, në fillim të librit Kur'anit, me një herë këtë faqen tjetër çfarë po thot Allahu? Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Apo lëpni udhëzimin? Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libri që s'ka fije dyshimin të, çat udhëzimin që po i kërkon prej meje, ky është udhëzimi.
Udhëzimi është ky, e kjo vlen vetëm për muttaqin, vetëm për ata të cilët janë të devotshëm. Vetëm ata e kuptojnë udhëzimin e Kur'anit. Apo dojna me udhëzu, apo i lipëm Allah çdo namaz. Sa recate farzi kemi gjatë ditës? A i kemi 17? A që është ajo? 2, 4, 4, 3, 4, 17 vjen. 17 herë në Allah të azza wa jalla në farzi thojna ihdina siratal mustaqim. O Zot, udhëzon në rrugën e vërtetë, apo? 17 herë namaz. Me njëherë knina po na kallzon Allah kusht të udhëzimi. Me njën faqen tjetër po na kallzon kusht të udhëzimi, andaj mosh në zemrën e juve me Kur'an. Knaqni zemrën e juve me Kur'an. Fladitni shpirtin e juve me Kur'an. Allahu dhul xhelal ka me bë shkak këtë Kur'an, mi u largu prej telasheve, mi u largu prej brengave, mi u largu prej ankthit, mi u largu prej depresionit. Wallahi, që s'ka tjetër posti. Ai i cili ankohet prej ankthit, ai që ankohet prej këtyre gjana mërzia këto, wallahi let i drejtohet Kur'anit, let e merr ushqim Kur'anin. Wallahi nuk po them 1 ditë e 2 ditë, po mrena javës, nëse nuk i u ka shëru zemra e tij, atëherë këto çka kemi thënë s'ka vlerë. S'ka mundsi. Se është premtimi i Allahut azza wa jall. E kur Allahu dhul xhelal premton për diçka, qaras nuk ka mundsi ndryshe vetëm se ka mund zbatu. Knaqni shpirtat e juve, ushqeni zemrën e juve me Kur'an, le të bëhet ashtu siç e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rabi' qulubina, që të bëhet burim i shpirtit ton, lumturi, gëzim i shpirtit ton. Allahu ja Rabbi na e bëft mundër që këtë Kur'an ta mbjellum në zemrat tona, në shpirtin ton, le të jetë ky Kur'an ditën e Kiametit shefat për neve, le të bën dritë për neve në ditën e Kiametit, në atë moment ose në atë kohë ku nuk ka dritë tjetër përveç se dritës të Allahut, e këtë dritë Allahu dhul xhelal e bën besimtarve, ja u bën edhe nëpërmjet Kur'anit. Allahu na i shëroft zemrat tona për çdo ankese që e kemi, për çdo ankthi, për çdo depresioni. Allah na mundsoft i kthehemi Allahut subhanahu wa taala. Edhe tjetra e fundit për me kuptuar të dashur vëllezër, se sa jemi të lidhur me Kur'anin, sa ju kemi dhënë ushqim të mjaftueshëm Kur'anin, shifne se çfarë vendi gjen Kur'anin në zemrën tonë. Shife sa vend ka jeta jote, sa është e lidhur me xhamin, sa është e lidhur me dersin, sa është e lidhur me mësimet e Kur'anit. Nëse zemra jote është e lidhur me mësimet e Kur'anit, dije se je në atë shkallë ku është e pëlqyeshme. Mirë po, puno më shumë që të arrin atë shkallën hala më të lartë, se kështu na mësoi pejgamberi alayhis salatu wasallam kur tha, kur të bëni lutje për xhenet, luteni Allahun për Firdaus, për më të lartin. Edhe këtu mos i thu vetes haçë me kaq mjafton. Jo, mos thuj kurr mjafton. Po shto sot kesh mundsi. Mundohu mu qu natën, edhe pse e merr Kur'anin dorë, nëse se ke mësu hala për menç. Merre Kur'anin dorë s'është gale hiç, edhe mundohu namaz natës me bëni hatme. Edhe shefe për sa pe bën, a pe bën për 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, nuk është me rëndësi. Ushqeje vetën namaz natës me një hatme. E letësht shkak në ditën e Kiametit të i thu, o Allah që të hatme kom bë veç për hir tonin. E kom bë mrena namazit natës, kit nafile është. Namazi natës nafile është. Krejt hatmen e bana nafile o Zot, pranama. Allah inshallah na i pranon veprat tona ya Rabbi. Allah na i lidh zemrat tona me Kur'an. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.